Që 10 fitore që t'jeta me nokaut, edhe John Manugu. Qonë si do të shkoj. 10. Jo vetëm Lezhë, por edhe gjithë Shqipëria është me fat që i ka këta dy luftëtarë. Duhet që ndrojmë të bashkuar. Të bashkuar jemi të fortë. Teket. Manugu është i gjatë. Normalisht që game plani për loja e tij është i larg. Lekashi Bakaj. Bota front të djathtë. Mas të majtës provokuse. E majtën tani nuk është hapur, ka qenë shumë konservator. Vetëm mbyllet 3 minuta të vështira. Edhe një lojtar presioni. Amarildo Bakaj afrohet dhe gjuan kërcënueshëm me të majtën, me djathtë. Vllai i tij Roberto shënjestron Mëlqin për mbyll rrugu. Kampioni i Ganës. Edhe ai kërkoni të majt duke mbyllur, shikoni. Amarildo vetëm ecën përpara. Thot, kjo është shtëpia ime, ky ring është i imi, është i Lezhës. Dhe unë do të shtyj përpara. Të gjitha goditjet janë me qëllimet më të këqija. Ka gjertur me të majtën të majt. John Manugu. I pan poshtu në ring si profesionist. 10 ndeshje, 10 fitore, 10 nokaut. Vazhdon të tentoj Mëlqin me të majtën. Supervizorja e këtij titulli, po shenjë ndeshje të bukur ashtu siç po e shohim edhe ne. Një titull është në lojë. Këtë titull Amarildo Bakaj, ashtu si dhe ndërkaq ka ardhur për ta grabitur John Manugu. Kush do të ketë më shumë vepra në ringun e boksit profesionist? Këtu kombinim të dy të djersitur, të dy atë që kanë përballë. Bakaj me të majtën. Djathtë majtë ka ndruar regjistrin tani. Shpërthen tifozëria e Lezhës e ngritur e gjitha në këmbë. Ka ngritur një stadium në këmbë Bakaj, ashtu si vllai i tij Roberto. Sa po vinë goditjet këtu, mira njerëz janë në këmbë. Një natë epike, legjendare do të marrë mend në Lezhë për një kohë gjatë. Kjo natë me emocione të bukura sportive. Sigurisht që nuk edhe ai ka deklaruar knockout. Dje janë shtyrë. Ka patur dhe Bakaj ka deklaruar. Më kot që kundërshtari Absolutisht është luftë që në fillim të raundit, që sekondat e raundit 4. Wow! Wow! E dja! Wow! Wow! Mbyllet ndeshja!